Kryedemokrati Sali Berisha foli këtë të shtunë për protestën që pritet të mbahet përpara kryeministrisë. Edhe pse tubimi është jo partijak, Berisha shprehu se kryengritja qytetare do të arrijë kulmin, duke shprehur se 10 mijëra shqiptar nga diaspora do të mësojnë në rrugët e kryeqytetit. Pa ashtu Berisha theksoi se Parlamenti Evropian, duke ndjekur me interes të madh zhvillimet në Shqipëri, shtoi një amendament të veçantë për Zvërnecin, ku i kërkon qeverisë shqiptare shpalljen e moratoriumit për çdo vendim të mëtejshëm në zonën e mbrojtur si peizazh natyror. Qytetarë dhe qytetarë që ndiqni këtë bisedë me ju në rrjetet sociale. Java ishte java e protestave në të mëdha, rinore qytetare që Shqipëria ka njohur dhe që shënoi dhe protestën e vetme në histori 20 ditë pa ndërprer. Sot kjo protestë merr për masat në të jashtëzakonshme që nga fillimi i saj, mbasi demokratët dhe demokratët, mbështetësit e Partisë Demokratike, po vërshojnë nga të 4 anë të Shqipërisë qytetarë dhe qytetarë pa parti, po vërshojnë nga të 4 anë të Shqipërisë dhe përveç kësaj, diaspora shqiptare ka mësy vendin e vetë dhe rrugët, aeroportet, tragetet, sjellin 10 mijëra shqiptar këtë natë në protestën më kulmore, rinore qytetare të kombit shqiptar në Tiranë për dorëheqjen e narkodiktatorit, e kreut të meduzës të regjimit të bazuar në drogën, vjedhjen dhe farsën zgjedhore të shqiptarëve. Ndërkohë, jehona e protestës është botërore. Parlamenti Evropian në raportin e AFET-it, duke ndjekur me interes të madh zhvillimet në Shqipëri, shtoi një amandament të veçantë për Zvërnecin, ku shpall moratorium, i kërkon qeverisë shqiptare shpalljen e moratoriumit për çdo vendim të mëtejshëm në zonën e mbrojtur si peizazh natyror të Zvërnecit.